Star News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot e nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Ballkani përfshihet nga vranësira të dëndura me rreshje intensive shiu e dëbore, ndërkohë pjesa e Europës lindore dhe brigjet e detit të zi përkeqësohen ndjeshëm me rreshje dominuese dhe dëbore, kryesisht këto në vendet e Europës juglindore. Ndërkohë, jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, një qendër e fuqishme ciklonare sjell vranësira dhe rreshje shiu e dëbore, sidomos pas dite dhe në pjesët e natës, më të theksuara këto në jug të vendit dhe në juglindje të territorit shqiptar. Ndërkohë, temperaturat e ajrit do të luhaten nga -2 deri në 16 gradë Celsius. Era fryn jugore 65 km/h duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 4 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Europa juglindore ndikohet nga masa ajrore veriore me rreshje shiu e dëbore dhe mini stuhi ere, ndërkohë pjesa e Europës lindore përjeton stuhi të forta dëbore dhe temperatura shumë të ulta. Pjesa e Europës qendrore do të dominohet nga moti qëndrueshëm. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, vendi dominohet nga vranësira dhe rrebeshje shiu, kryesisht këto në zonat e ultësirës perëndimore dhe rreshje dëbore në gjysmën lindore të vendit, më intensive këto në juglindje të territorit shqiptar. Temperaturat do të luhaten nga -1 deri në 15 gradë Celsius, era fryn juglindore deri në 50 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.